2 ditë më parë, policia e shtetit doli me këtë komunikat. Më datë 16/4/2026 u krye kontroll në një ambient në pronë si administrim të shtetasit me iniciale FK në fshatin Bërgjit, ku në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore kryej mashtrim kompjuterik në formë call centeri. Nga ambienti u sekuestruan njësi kompjuterike dhe celular që do t'i nënshtrohen ekzaminimeve për të përcaktuar qëllimin e përdorimit të tyre. Subjekti është i regjistruar me aktivitet në fushën e turizmit mjekësor dhe për këtë shtetasi me iniciale FK ka paraqitur dokumentet. Hetimet vijojnë për të dokumentuar rrethanat e rastit. Se çfarë ka ndodhur atë ditë dhe si rodhën ngjarjet, do t'ju tregojmë tani, hap pas hapi, me detaje. Sepse ne ishim aty dhe hym të parët në brendësi të strukturës ku kryej ky aktivitet kriminal. Zanafilla e kësaj historie nis 3 muaj më parë, kur pas denoncimeve tona të vazhdueshme, pronarët e call centerave mashtrues ndërruan strategji, duke mos u ndjerë më të sigurt në kullat e qendrës së Tiranës. Po shpërngulen gjithnjë më shumë periferi, po evitojnë pallatet e qendrës se bien shumë sy. Duke pa që u po sensibilizoni çdo javë dhe banorët e pallateve, administratorët janë bërë dyshues, edhe mund të prishin punë. Ju telefonojnë juve ata për shembull, ju vini, rritet tensioni aty. Kurse periferia është e qetë, shumë sigur se merret një vit me qera, me obor, me gardh apo me mur, që mos keni asnjë mundësi të afroni fare. Për këtë të fundit nuk mund të vihet bas, sepse ne e provuam jo vetëm të afrohemi, por edhe të hyjmë brenda ambienteve të një vile që ishte zhndërruar në një call center mashtrues. Është e mërkur, 16 prill 2026 dhe jemi drejtuar për në Bërgjit, atje ku në një resort me zgjelbërimit është instaluar një call center mashtrues me rreth 100 punonjës. Në realitet, pas një informacioni nga brenda, kishim më shumë se një muaj që e mbanim nën vëzhgim, duke dokumentuar hyrjedaljet dhe punën që bëjë çdo ditë me qëllimin e vetëm mashtrimin e shtetasve të huaj me investime fiktive online. Dhe kamuflimi i këtij aktiviteti ishte turizmi dentar në Shqipëri. Pasi kemi vëzhguar për disa ditë me radhë, duke zbuluar të vërtetën dhe për më tepër kur kemi kuptuar se lëvizjet e fundit në policinë e shtetit po preknin personat që nuk po lëviznin asnjëherë pas denoncimeve tona të vazhdueshme, vendosëm që ishte momenti i duhur për të ndërhyrë. Për më tepër, kur kuptojmë që personat që kujdesen për sigurinë për momentin nuk ndodhen në vendin e punës. Hama çuna ju kapa? Derisa ne jemi përballur me grupin e parë, dikush me shpejtësi fik dritat, me sa duket me qëllim që t'i jap kohë kolegëve për t'u larguar. Përshëndetje, si jeni? Luela nga Piranja, ti ju kapëm në punë? Pse po dilni? Çfarë aktiviteti kryhet këtu? Pse po dilni gjithë? Oho, sa shumë, ju prishëm ditën, thash. Punonjësit janë të gjithë në panik dhe tërësisht të hutuar, aq sa nuk din nga duhet të dalin. Po ka dyrë, mo, pse dilni nga dritarja? Ka dyrë, pse dilni nga dritarja? Pse dalni nga dritarja? Hajde, po dalim me bashkë me ju. Punonjësit të shpërndarë në çdo cep të vilës nuk din më se nga të ikin, ndërkohë që parkingu jashtë është në kaos total. Ndërkohë, nga brenda vilës, punonjës të tjerë vazhdojnë të dalin, dikush duke vrapuar, dikush duke mbuluar fytyrën. Djalë, pse po zbritni? Në momentet kur të gjithë po ikin nga syt këmbët, një objekt i zemëruar vjen thuajse me vrap drejt nesh. Pse ikni me vrap? Kush është menaxher këtu? Po ti çka ke tash? Kush është menaxher këtu? Tu çka ke? Po ti po çfarë fillon? Jo, me dorë. Duke u lëritur dhe duke kërkuar të na heq kamerën nga duart. Jo me dorë. Ule. Këtu duhet të sqarojmë një herë e mirë diçka. Jo ky objekt që as vetë se di se çfarë kërkon, por as të tjerë përpara e pas tij nuk mund të na pengojnë të bëjmë punën tonë në shërbim të qytetarëve dhe të vërtetës, pavarësisht tentativave të tilla të dëshpëruara. Ndërkohë që arratia masive e mashtruesve grupe vazhdon dhe dikush nga udhimi ka humbur tërësisht orientimin, duke përfunduar në breg të lumit. Kaj sfort jeni, me gënjë njerëzit me marrë lekën, dini ju, kaj sfort jeni. O çuna, hama nuk ju vjen zor që vjet një lek njerëzve, s'ju vjen zor fare, s'keni ftyrë, gjithë kjo çunë me punu me vjetë, ku mund bësh një punë të ndershme, s'ju vjen zor fare. Pse ikni me ju sikur keni mbrojtje, sikur jeni të fortë, pse ikni? Sa lek më zerë muaj me këto djetje? Se feci djetja, prandaj po ikën. Ku do shkosh tani t'punosh? Jo vetëm hajdut, por edhe arrogant e gojpisët.
Si për shembull, ky objekt tjetër që në dalje të vilës shpalos arsenalin e fjalorit të shtëpisë dhe familjes së tij. Pse shan? Po, ik vazhdo pas. Kapa duke vjedhur, kapa duke vjedhur. Vazhdo pas. Sa edukate. Ik vazhdo pas. Ama u puno. A s'ke turp? Ha. Tani. Jo, është më ditë në punë sot, a? Na vjen shumë keq. Ai do të ka Për të gjithë ata që nga tastiera do të nisin justifikimet e këtyre individëve dhe sjelljes së tyre arrogante, duhet të sqarojmë se këta të rinjë të reja, pjesë e call centerave mashtrues, janë me vetdije të plot bashkëpunëtor në vjedhje. Ata zgjohen çdo ditë me idenë se kë do të mashtrojnë dhe kujt do t'ia zhvasin paratë e kushtyera, dhe kjo bëhet një lloj mënyre të jetuarit. Mjafton të shihen veshjet dhe mjetet e tyre luksoze për të kuptuar se cili është projekti i tyre afatgjat. Ky është një nga kompjuterat që duket se ka punuar një nga operatorët në këtë call center mashtrues. Gjithsesi ne jemi duke pritur policinë që të shikojmë se çfarë ka brenda këtyre kompjuterave. Ja, këtu shikojmë kompjutera të tjerë. Shohim një shishe verë që me sa duket duhet festojnë për vjedhje dhe arritjet që bëjnë. Këtu është një tjetër ambient, duken qartë kompjutera të cilat momentalisht janë fikur për shkak të prandisë tonë këtu. Vetëm një kompjuter që ka rezistuar i hapur, ambiente, të poshatisura, kompjutera të mbyllura. Struktura është ndarë në 15 ambiente zyrash, në të cilat operonin rreth 100 persona, mes operatorëve, konsulentëve financiar, të gjithë tashmë të larguar në panik. Por me sa duket, dikush ka kërkuar të marrë masat që asnjë material të mos ngelej në dorën tonë dhe ka ndërhyrë në sistem nëpërmjet një programi që komandon kompjuterin nga distanca. Fshirë çdo gjë. Siç tha më herët, call centeri mashtrues ishte kamufluar me shërbime për turizmin mjekësor dhe për ta fshehur sa më mirë ishin vendosur tabela reklamuese të këtij aktiviteti fantazëm. Gjithashtu, punonjësit ishin të gjithë të pajisur me kontrata individuale pune, të firmosura nga punëdhënësi Franz Korteshi. Ndërkohë, në territorin e vilës kanë bërritur patrulla e parë e policisë dhe pak minuta më vonë mbërrin edhe agentët e krimit ekonomik në drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Puna jonë është mbyllur këtu, duke lënë gjithçka në dorë të organeve ligjzbatuese, të cilët shpresojmë që në ndryshim nga eksperiencat e mëparshme që kemi pasur me ta, të bëjnë me përgjegjshmëri punën e tyre.